Ergys Agasi u arrestua dje pasi lvizi 8 muaj lirë shëm. Gjavzotaj e të shpia vetë. Në Mazë dhe pika tjetër të Kancit në Surrel. Se çfarë deshte, pse shkonte në Surrel, atë le ta jetojnë. Por udhëtimet e tij në Surrel janë denoncuar disa herë në këtë platformë. Pra, Agasi në aparencë ishte në kërkim, por de facto ishte i lirë, lëvizte kudo, natyrisht me shoqërues lëvizte. Do ta theksoj këtë, me shoqërues. Tani vim tek momenti i arrestimit afër shtëpisë tij, me pantallona shkurtra, me nallane dhe një polic në timon. Çfarë ishte ky arrestim? Nallanet, pantallona dhe shkurtra, policin timon, të gjitha këto flasin më shumë se për çdo gjë tjetër, për një arrestim të negociuar. A ju kujtohet ju kur u dorëzue famozi Balili? Ju kujtohet apo jo? Nxirja u qytetarëve. Cilin pati shofer? Famozi Balili. Ardi Veliu. Edhe ky shpatarakut. Shpatarakut. Ai Veliu. Nuk mund të them me siguri, sepse do të kesh po. Por, qytetar digjital më kanë informuar se sipas burimeve të tyre policore, theksoj, ditën e diel në një lokal të kontrolluar nga karteli në Elbasan, Tauland Balla ka zhvilluar një takim jo të shkurtër me Gys Agasin. Në Gys Agasin, vetë qytetari digjital, thot që është mirë të hetohet, por burimi është mjaft serioz dhe i sigurt. A mori përsi për Tauland Balla negociatat me të, në emër të Rams dhe me porosi të Rams, nuk mund të them. Por qytetari digjital thot se është takuar me të. Agasi është pronar i makinave të blinduara, i makinave më luksoze. Shkoi u gjet në një makinë krejt si shkoti me shofer policin. Edhe kjo pra, janë disa element që po t'i lidhish bashk, flasin për një arrestim të negociuar.